Momentalisht ndodhemi në fshatin Mirush të Malishevës, ku po bëjmë udhëtimin lidhur me situatën pas pushimeve këtu, por gjithandej Republikës Kosovës, situata është stabile, e përkundër vështirësive, ekipet e ngarkuara po të ndërtojnë situatën që ja bënë me sukses, ballafaqohen me bukuri. Një pjesë e banorëve tashmë janë evakuuar, por nuk ka njerëz, nuk ka as e lokalitetit të ndryshme. Jemi duke